Përshëndetje për të gjithë, unë qëmi Ela Siqeca dhe jam nxënëse e shkollës Shëfu Munduraku në Prizren. Në shkollën tonë për çdo javë organizojmë intervista të ndryshme me nxënës të suksesshëm dhe këtë javë kemi nxënësin Rubin Mazreku nga klasa e 7. Përshëndetje Rubin. Përshëndetje. Rubin, po vazhdoj me disa pyetje. Si po të shkon shkolla në klasën e 7 dhe çfarë të motivon më shumë për të mësuar? Shkolla në klasën e 7 po më shkon shumë mirë dhe gjëja që më motivon më së shumti është qëllimi për të ardhmen. Cila është lënda jote e preferuar dhe pse të pëlqen ajo lëndë? Lënda ime e preferuar është në përgjithësi shkencat natyrore, sepse janë lëndë interesante dhe shumë të rëndësishme. A ke ndonjë hobi ose aktivitet që bën pas mësimit? Po, pas mësimit unë së pari shkoj në kurs dhe pastaj merrem me sport, domethënë me artë marciale dhe specifikisht me kickbox. Cili ka qenë momenti më i bukur që ke përjetuar deri tani në shkollë? Momenti më i bukur që kam përjetuar deri tani në shkollë është kur kam zënë vendin e parë në Olimpiadat e Matematikës. Të urojmë Rubin edhe sa më shumë suksese të larta që të kesh. Edhe si pyetje të fundit Rubin, çfarë synimesh ose ëndrash ke për të ardhmen tënde? Synimet e mia për të ardhmen janë që të arrij të bëhem mjek, specifikisht kirurg. Shpresoj që të bëhesh. Faleminderit shumë shikues të dashur që na ndoqët. Intervistat e radhës do të transmetohen në median për Arsim Albania Education.